kërkesa, kemi pafundësisht nevojë të vijojmë këtë ecuri që kemi nisur deri tani. Objektivi i Partisë Socialiste nuk është më vetëm puna tek e vogla, pra në mikro, por është puna e madhe, ajo që duhet bërë për të arritur në atë që është aspirata e gjithë qytetarëve të Shqipërisë. E të gjithë njerëzve, pavarësisht nëse votojnë majtas, djathtas apo nuk votojnë fare. Aspirata europiane, dhe ky është synimi jonë në këtë mandat. Por ndonjëherë qytetarët, pikërisht ata të Baldushkut apo edhe zonat të tjera, kërkojnë atë punën mikro. Pastaj për të shkuar tek ajo makro. Besoj dhe ju e keni vëre gjatë gjithë kësaj periudhe apo edhe kur nuk ka qenë fushata. Ata duan gjërat e thjeshta. Patjetër, dhe këtu kemi shumë të drejtë. Kemi kërkesa, kemi dhe kritika. Ku konsistojnë këto kritika dhe këto kërkesa? Çfarë ju kanë kërkuar këta banorë, zoti Xhafaj? Siç mund ta vini re ndryshimin e ngjyrës time në fytyrë nga këtu, është pikërisht për faktin që nga mëngjesi deri në darkë jemi me banorët e gjitha zonave, pra 14 fshatrave të Baldushku, 13 Petrelës dhe të gjithë Farkës. Kështu që patjetër që Evropa për ta është tek dera e shtëpisë. Është ajo rruga, është ujësjellsi, janë kanalizimet e urave të zeza, është kanali kullimit, kanali ujitjes, dhe patjetër që këto janë punët e vogla, të cilat kur të mblidhen gjitha bashkë do prodhojnë atë që është Shqipëria Europiane. Dhe patjetër që do ju gjendemi. Sigurisht, ne kemi edhe ligjin elektoral, i cili nuk na lejon as të premtojmë, as të flasim, as të tregojmë punët që janë bërë, por unë mendoj që në qarkun e Tiranës, veçanërisht në Bashkinë e Tiranës, ka pasur një ekip i cili ka punuar 24 orë në ditë për 7 ditë javës. Pra, Sokol Kupi në Petrel, Kujtim Visha në Baldushk dhe Ardian Tufa në Fark janë njerëz cilët janë gjendur aty çdo nevojë të komunitetit në çdo moment. Dhe unë jam krenar për ta dhe faktin që më është caktuar të mbështes ata. Unë kam pasur 10 njësi administrative në delegimin tim politik, kemi punuar shumë, kemi bërë shumë, patjetër që këtu në Tiranë është bërë më shumë. Sepse Bashkia e Tiranës përsërish ka probleme, apo jo? Ka edhe punë të pambaruara. Pavarësisht se është punuar 24 orë në 7 ditë të javës. Patjetër zonja Çikliku, patjetër që do ketë gjithmonë punë. Prandaj qeveria nuk mbaron me mandatet. Shteti nuk mbaron me mandatet, sepse ka akoma punë. Në qoftë se rruga arrin deri në pikën A, njerëzit ndërtojnë në pikën B dhe kërkojnë rrugë pikën B, dhe pastaj në pikën C e kështu me radhë. Kështu që patjetër që punë duhen bërë dhe ka shumë punë për të bërë. Por në anën tjetër, nuk mjaftuan 3 mandate, zoti Xhafaj, nuk mjaftuan 3 mandate për të përfunduar këto punë? Jam shumë dakord me ju. Këto punë mikro, qoftë edhe ato rrugët e fshatit për shembull. Dakord. Po këta të tjerët që duan të marrin mandatin për herën e parë me bufin plak të 80 viteve të fundit. Ta, çfarë punësh do bëjnë nëse i kemi mbaruar në gjithë? Puna nuk mbaron. Puna është diçka e cila vazhdon dhe vijon. Pse? Sepse në çdo rast kur ti zhvillon dhe kur punon dhe nga ne kërkojnë gjëra sepse ne jemi njerëz të punës, nuk jemi se ata të tjerë që vetëm tregojnë me gishtë dhe shanjë dhe patjetër që do kërkohet. Dhe do e bëjmë për 4 vitet e ardhshme. Pra, unë po kërkoj mandat që në 4 vitet jem zëri i banorëve të Tiranës, të Baldushkut, Petrelës dhe të Farkës në parlament. Dhe patjetër që ka sfida që na presin për zhvillimin e bujqësisë, për promovimin atyre që janë sajte turistike, veçanërisht në Petrelë, veçanërisht në Fark, pastaj që janë çmimet më të mëdha të referencës në gjithë qarkun e Tiranës, duhet të vijojmë punën që kanë nisur. Dhe kjo punë do të eci akoma dhe më tepër më para, në qoftë se ne bëhemi antar të Bashkimit Evropian dhe synimi jonë si deputet, si përfaqësues popullit është pikërisht ky. Dhe pikërisht për ta kuptuar më mirë, çfarë ndryshon për banorin e Petrelës, të Farkës dhe të Baldushkut në momentin që Shqipëria bëhet antare e Bashkimit Evropian dhe merr pasaportën europiane? Shumë e drejtë si pyetje. Së pari, njëherë nga pasaporta europiane nuk ka më limitime ku udhtojmë, ku shkojmë, ku punojmë, si punojmë.
por ne duam t'i mbajmë shqiptarët në Shqipëri. Unë jam një shqiptar që është larguar nga Shqipëria 16 vjeç, në vitin famkeq 1998, dhe që jam kthyer sepse mendoj që çdo gur është i rënë tokë vet. Dhe besoj që këtë e besojnë edhe shqiptarët që janë jashtë, 52.000 antarët e diasporës shqiptare, cilët kanë firmosur dhe po marrin votat këto ditë që flasim, por dhe 800.000 e kusur, 867.000 e kusur banorë dhe të tjerë të Tiranës, si qark, të cilët mendojnë që mund të bëjmë diferencën këtu. Kështu që patjetër